Bashkia e Tiranës intensifikon kontrollet e saj në tregjet e mëdha të frutaperimeve në kryeqytet, me qëllim mos lejimin e abuzimit me çmimet në këto ditë festash. Gjatë një inspektimi në tregun e uzinës Dinamo, nënkryetari i Bashkisë së Kryeqytetit Petrit Vasili siguroi konsumatorët se megjithse ka pasur disa raste të izoluara të luhatjes së çmimeve, situata është nën kontroll. Të gjithë ata që spekulojnë me çmime do të ndëshkohen. Konstatojmë përsëri që situata e çmimeve vazhdon të jetë nën kontroll. Kemi riverifikuar 2 raste të shkëputura me një luhatje të lehtë çmimit, por e cila është rikthyer në normalitet. Dhe sigurisht një veprim spekulativ me çmimin do të thotë edhe fshehje nga fitimet të cilat krijohen dhe janë jashtë syve të publikut. Andaj edhe për këtë gjë do të veprohet shumë rrep duke sekuestruar dhe mallin e atij i cili tenton ta bëjë një veprim të tillë, sepse sigurisht kërkon të fshehë edhe fitimet. Dhe kushdo i do të guxonte ta bënte një veprim të tillë, kishte një përplasje shumë të fortë me përfaqësuesit tanë të ligjit dhe kontrollorët tanë. Që të mos bien preja abuzimit me çmimet, zoti Vasili ftoi qytetarët e kryeqytetit që t'u drejtohen tregjeve të mëdha duke shmangur tregtarët ambulant. Ne monitorojmë të gjithë tregjet e mëdha, të cilat kanë dhe përballojnë dhe volume shumë të mëdha të blerjeve në këto periudha, duke siguruar pra duke maksimalizuar mbrojtjen e konsumatorëve. Ne i ftojmë edhe qytetarët të mos blenë pika abuzive apo në ato që quhen blerje spontane aty këtu, po të blenë gjithmonë në tregjet e organizuara, ku edhe kontrolli ynë u siguron atyre çmime të cilat janë në kontroll të plot. Numri 2 Bashkisë së Tiranës falenderoi grupet e inspektimit të tregjeve, të cilët do të ushtrojnë kontrolle edhe gjatë ditëve të festave të fundvitit, për të minimizuar sa më shumë të jetë e mundur fenomenin e rritjes së çmimeve në mënyrë artificiale gjatë ditëve festive.